tepër të rrepta të zhvilluara në Prelep, Luli ishte komandant i vijës së parë të frontit prej muajit qershor deri në shtator të vitit 1998. Kjo vijë e frontit kur nuk u thye nga forcat armike, edhe përkundër sulmeve të përditshme ku ju shkaktuan dëme të mëdha forcave serbe. Prelepi edhe ka qenë njëra prej sfidave të para për ne, për shkak se u bë ke fjalë jo vetëm për zhërim të zonash lirë, por edhe për një veprim më strategjik këputjen e vijave të komunikimit e të furnizimit për forcat armike. Ishte një betejë e përditshme, e pandalshme, e vështirë. Aty me të vërtetë u luftu shumë, marrën pjesë shumë luftarë zot. Gati më të zot u çerkës tash ai kohë, u detyruan me u vendos në atë linjë edhe në atë front. Luli ka dhënë kontribut shumë në Prelep. Me gjithë kolegë tjerë, pra po flash me Gjakovart, me tjerë, ka pas plot djemtë e Prelepit vetë, dëshmor tash, pra kon një situatë e vështirë. Luli me aftësitë e veta, edhe në luftë Baballoq, do me thonë vetë prej zonës ose prej komandantit zonës. Ramush Haradini e mbrohet si komandant vijës frontit për Prelep, ndërsa unë për Carabrege dhe qanet pjesën e. Është mas e vërtet që Lulzim Morina ka mojt vijën e frontit në Prelep, bashkë me ata djemë Prelepit e onave tjera, ka qenë një vijë shumë e rrezikshme, ku për herë të parë edhe duka gjenë përdorën edhe avionet bombardues, kur edhe në futën ne me uniforma të UÇK-s, ose me emblema të UÇK-s, se s'kanë pas mënyrë tjetër për ta nxjerrë. Edhe vetë fakti dëshmon që gjitha pjesë janë ra Prelep e Carabreg kanë vetë pa u thy. Për javë tona Luli e ka majt atë pikë në komandë bashkë me shumë bashkëpunëtorë tjerë, kuptohet, por përvoja e tina edhe njëherë përsëris se boni që Prelepi tjetë njëna pe vijave frontit më e fuqishmja, mëj me thonë që edhe Serbia ka pas pasojat mëdhaja në udhkryqjen e Prelepit e derani në pjesën e Deçanit mbi Carabreg ku quhet Gërdaja. Me thonë, kjo ka qenë ajo vija më e përgjashme ndoshta e luftës në vitin 98. E ka mojt me trimni, me strategjinë e vetë, me besnikrinë e vetë, falë gjitha të në djemve që ka pas për krah. E kujtoj shumë mirë Lulin si një komandant i frontit që ishte në Prelep, edhe si një luftetar i epër, i rryer, guximtar. Por edhe në momentet vështira ka qenë shumë i shkath, dike mu gjithë në çdo situatë, por kur asnjëherë mos më të lonë, do thot në për vijat frontit, por gjithmonë ka qenë ofër. Sa mirë ka ditë me i ofru ata djemt qytetit, edhe ashtu meten si po adresë, me thonë drejt. Prezenca Lulit është gjithçka. Dike se kanë me vazhdu dhe tjerë, kanë me konë pak më interesante. Edhe aqështu edhe qësh ka thonë qështu gati si dorë krejt. Lulzim Morina gjatë për ju sa ka qenë në kryet të detyrës si komandant i vijave të frontit, veçanërisht në Prelep, edhe në pika tjera për asnjë çast, ato vija nuk janë thy, as nuk kanë pas humbje. Edhe ku e kemi ditë që në çfarë çdo pozicioni, që është Lulzim Morina atje, domethënë nuk ka pas nevojë kërkush me bajt as dert, as që po thejet vija e frontit, ose që po ndodh diçka. Asnjë aksion që ka marrë pjesë nuk ka dështu. Ka pas më shumë se sa që ka ekspozu. Ka qenë një njeri me temperament shumë stabil, i pa nxitum, me gjaftësi të duhur, i gatshëm me marrë vendime kur janë të nevojshme, por edhe i Zoti me i zbatu. Jo vetëm ai, por me ndihmu të gjithë kolegëve që kanë qenë me te me i zbatu. Pra flasim për njërin nga luftarët më të zotë, edhe komandantet më të zotë të UÇK-s nivel veni. Bëhet fjalë për një njeri e cili në çdo betejë, pra janë të shumta, edhe pra ta e kam vështirë me përmend cilën, që nga vijat e para të frontit në Dugaqin, e deri të mbrojtja atyre dhe deri të veprime tjera luftarake që kanë vazhduar gjithnjë deri me fundin e luftës. Luli në vërtetë një prej ofenzives së gushtit, e cila ishte në Jablanic dhe në Vllazhan, ku aty fillimisht ka rënë njoft në luftime, ka qenë njëri prej komandantëve më të suksesshëm. Gjatë luftime Luli ka marrë pjesë në suk të Sërmionit, në Gërgac, në Jablanic, Kpuz, Qeskov, Kalan, Lugut Baronit. Pas ofenzivave të njëbasnishme të kundërshtarit në qershor, korrik, gusht dhe shtator, komanda e zonës bashkë me një pjesë të ushtarëve është bardh drejt
Lumbardhit, Broliqit, edhe është vendosur diku në datën 19 në Jablanic, në Shqiponin e sotme. Lulëzim Marina gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë marshit, ka qenë në nivel detyrës edhe bashkë me të tjerët, pastaj është vendos edhe kemi fillu veprimtarinë luftarakin në zonën e Dushkojës. Atëherë fillun të bon riorganizimet shtator natë 8, tetor, edhe dikun në nëtor natë 8 emrona komandant brigade, nërsa Lulëzim Marina emrohet zavendës komandant. Daut Haradini i brigadës një treni, po kishëm shumë pak njerës. Po fal punës tonë, fal punës të komandantit zonës, fal punën matë madhe se barën matë madhe që ka bo Shkelzen Haradini në atë kohë. Ka bo përshtypjet veçantë rasti gjatë luftimeve, pas luftimeve që janë zhvillu në vitin 1999 në muajin janar në Dashinëc, ku në përpjekjet me forcat serbe, Luli është plagos, e më ka bo përshtypje që jo vetëm që nuk kanë guaj për plagën, po nështë edhe për shkak specifikës plagës nuk lejon të kërkosh që ta mjekon të mjekuaj vetë. Beteja kur është vra Nik Sokol Hajdari, është plagu Gjavituka, ka pas edhe tjerë plagu, edhe Luli ka marrë plag vetë, mirë po atë ditaj, thëmë drejten edhe me plag edhe me gjitha që i ka kaluë, gjatë gjithë ditës, derisa nuk është mbyllë dita e luftës, derisa ushtari i mram, pozicioni i mram, nuk është konfirmu, ai nuk është tërheq nga beteja, nga lufta, nga përgjithësit. Më kujtohet që edhe me vllaun Shkelzenin, po edhe të gjithë bashkëluftarët tjerë, edhe Dauti e tjerë, e kam pas një ditë tepër të ranë, sepse atë ditë u detyruam edhe me tërheq trupin e Nikës, me marrë me kthye në familje, edhe njëkohësisht me rujt atë vi lufte që vendosëm me atë çmim, që ishte një çmim i madh i asaj vije të luftës. Fadil Limani ishte prezant atë ditë Tigri, pra ka qenë nga ditët më të vështira, ne deportuam pozicion armik, ne morëm edhe pajisje tyre, atë ditë u morë edhe një pjesëgaverme, sa më kujtohet në atë betejë, e morëm armatim, morëm shumë çka, e fituam një luftë madhe, mirë po ka qenë një ditë ndër më të rana të mujshme të luftës sonë. E Luli ka qenë epicendra asaj dite. Me krijimin e brigadës 135, sepse në strukturë prej brigadës 131 deri në 138 ka funksionuar edhe brigada 135 Agim Zeneli. E Luli është emërtu komandant i kësaj brigade. Lulëzim Marina merë për brigadën 135 Agim Zeneli që të krijohet dhe të zgjerohet territori i zonës sonë, ku përfshin lugun e Baranit në të pjesën ena, një zonë shumë të rrezikshme. Nuk ishte lehtë komandohet ajo pjesë, kur kije parasysh se shumë luftarëve që ishin largu pej Dugaxhinit, sidomos mas shtatorit 98-s, Luli është njëri prej njerëzve që e dha provimin e vet. E krijoi njësi të rregullta në Baran edhe i komandoi deri në përfundim të luftës. Kjo brigadë ka opëruar në lugun e Baranit, duke përfshirë pe fshatit Dollov, komunës Klinse deri në Pej. Ka qenë nivelin e detyrës, ka kryer gjitha detyrat që i është ngarkuar nga shtabi, nga komandanti i zonës Ramush Haradinaj. Ka qenë tepër aktiv në luftime, gjithashtu i ka motivuar edhe të tjerët. Ka qenë edhe si një figurë frymëzuese Luli me mënyrën e luftimit të me mënyrën e organizimit punës, edhe me sjelljet e mira me gjithë personelin e UÇK-s aty. Me njerëz që ka ardhur jemi njoftuar, kemi njoftuar me njerëz tu në fshat, gjatë gjithë kohës tina tu, deri në ofenzivën e tretë, ka punu me të gjithë ushtarët, ka qenë i sjellshëm me ushtarë, vërtet o sjell mirë, edhe me kolegë, edhe ka punu shumë në caktimin e pikave, në forcimin e pikave, në vëzhgim, në gjitha. Ai ka pas gjitha ata parametrat nevojshëm për situata të jashtëzakonshme. Pra ka qenë çdo herë garant se do të veprohet në mënyrën e duhur, situatën e duhur. Se realisht ka qenë një njeri vizionar, një njeri strateg i ushtrisë qytetare të Kosovës. Nuk e kem pas vetëm komandant, por e kem pas edhe një koleg shumë të afërt që në momentet më të vështira, kur ndodh kjo ushtria qytetare, dike si të na afroj, si të na jep pozime për të vazhduar me të tjerë luftën për çlimin e vendit. Pra flasim për një njeri i cili gjitha përmasat në luftë ka qenë i Zoti. Pra po flasim për njërin nga më të zot që ka pasur UÇK-ja si luftar. E komandant edhe si kolegë realisht.
Une kuptohet I kam edhe një borç personal, sepse gjatë gjithë kohës luftës, asnjëherë s'është ndarë prej meje. Ishte I afërt, jo vetëm me bashkëluftëtarët, por krijonte raportet mira ndërnjerëzore edhe me popullatën civile, duke I dalë në ndihmë, duke e përkrahur dhe duke u vënë në mbrojtje të saj me të gjitha mundësitë, shpeshherë duke e rrezikuar edhe jetën e tij. Duhet përmend këtu betejën e zhvilluar për shpëtimin e popullsisë civile, rreth 200 grave, plegjve e fëmijëve në Kosurisht të Pejës në maj të vitit 1999, atëherë kur nuk kishte mbushur tamam 1 muaj nga rënja heroike e komandantit për operacione luftarake të zonës operative të Dugagjinit Shkëlzen Haradinajt me bashkëluftëtar në betejën e Maznikut në mbrojtje të mbi 2000 banorëve civil të strehuar në gryken e Duboçakës. Edhe në atë betejë, komandant Luli ishte I dalluar. Edhe vërtet, a ditë është bo një punë jashtëzakonisht e madhe në rrethu forcat serbe. Edhe filluam duke hap zjarra ata mbi ne dhe na. Luftuam këto me orë të tëra. Njëra një pas ditë kanë lypë me negocu. Edhe thanë që po dorëzohem. Na kërkojshim se na lirojnë familjarët që ishin këtu. Ishin një numër shumë I madh. Kryesisht ishin rob, fëmijë, pleq, civil. Fillimisht thanë nuk kemi besë që t'ja lirojmë se do na mi morë me veti edhe të largohem në fshatin Çallapek, pastaj ja u kthejmë. Na nuk I liruam. Prap dështu negociatat, filluam bëjmë luftën pashtu afër shtëpia. Na vretën që jemi ne dhe hapi zjarr. Sikur më s'kishte qenë komandant Luli në pjesën e epër, që na kishte nga mbrapa. Me një sniper edhe hapi zjarr drejtore, na s'kem pas mundësi të largohem nga aty. Roli I Lulit ka qenë thuajse primar, se Luli ka shkuj parë aty, ka opozicionuar karshia saj shtëpie. Edhe serbët e kanë pa nga mbrana që është I pozicionuar. Ndërkohë, gjatë që shkëmbimit zjarrit, një vajzë arriti që të kalon murin e kësaj shtëpie, rana atë pjesën e nej dhe automatikisht na fillum bisedojmë atë vajzën çka ka ndodhur mbrana. Ajo filloi duke qarë dhe thot, ju lutena që të na pështoni se tërë natën na ka shtyme përgatit edhe jënë ka përgatitin për matkeqen tonë. Na fillum prap luftën me ta, fillun të ndihmojnë femnat të na qesin drejtore dhe na thonë na detyrojshin që të nalim zjarrin. Se Luli kërkoi prej tyre mu dorëzu. Ata nuk dilshin dritarë, ka pas rast janë dalë 2 dritarë kanë çuë pushkën me gryk poshtë. Luli ka qenë tu dera, I ofrua derën derë të borrit. Edhe tentoj që të hap këtë derë të futet mbrana. Mu më thash hap zjarr sa të kish mundësi ti, të reke vëmendjen nga ajo unë që unë do të provoj të hapi portën e tij mbrana në borr. Qëllimi I tij ka qenë që ai të hyjë në borr, ashtu plot forca serbe po le të hyjë në borr dhe të futet të civilt. Nuk ka mujt me hap se ata kishin fortifikuar me forma të ndryshme këtë port këtu. Unë në atë kohë kam qenë 10 vjeçar, me krejt familjet teme edhe bashkëfshatar këtu të Katunit, kem qenë afër 200 antar në zonën e Rop. Edhe kena qenë shtrim aty në borr, afër 24 orë na kanë marrë. Shumë shpejt ushtria çlirimtare e Kosovës na kanë ra mas, edhe kanë rrethu, edhe kanë bërë luftime në veti, rezistencë aty në veti. Edhe qatë natë na kanë marrë ne aty. Nestrit janë ardhur ushtrit çlirimtare të Kosovës, I kanë shtimu dërzu. Numri I tyre u kon 37. Uniformën e ka po të ushtrisë kështu, ama janë kon me 2 flamur. Në anën e majtë kanë po të amblenë e UÇK-s, ose në anën e djathtë kanë po flamurin serb. Oficiri u kon aty, tash ku e kapi tuta, shkoi hini narkosh. Edhe lypshin UÇK-ja me bisedu me ta nuk delke. Ushtria për mas kanë gjujt me bredh. Si ka gjujt bredha, është ra aty, për kërësisë madhe, prej s'ka po si dhe gjohë, kur e ka po vërmak aty, e ka vra qenin. Edhe kur e ka vra qenin, e ka hek qenin për aty të do hi në vend qenit të hi. Për tu dhe do hi nërkosh. Derisa u shku baba, kanë zajrë u shkuar me ta, ka bisedu I ka mërë do letra për UÇK-s. Negociata kryesisht tash është dëshmor I ka zhvilluar Muharrem Kelmendi, në cili ka ndodhur edhe kem shkëmbyt cigare mes forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare për t'i bindur ata që t'i lëshojmë qytetarët që ishin të rrethuar në atë pjesë aty. Edhe kanë pranuar që të dorëzohen.
me një kusht që t'i nshojmë gjallë dhe na e lirojnë rrëpt e luftës. Ka qenë brigada 131 që ka luajtur një rol vetin, ka qenë 132 që ka qenë ushtar të njësisë të Malës që e kenë bërë rolin aktiv dhe në kuadër të saj na i kemi nxjerr 250 shpirta duke i negociuar pa u lëndu asnjë. Komandant Luli tha dikush duhet më dal afër se pas po na merr dikan. Komandant Luli ishte i pozicionuar këtë pjesën këtu afër, kurse unë dola në afërsi këtu për me bashkëmbimin e rrëve bashkë me Avnishalën. Ku dorëzon në unën e majtën konë shtreja jonë, u qekeja, në unën e djatë shkit. Na midis tyne, na kanë morë u qekeja, neve ata kanë shku për pjetë. Na mes me pandërhju qekeja, sot ishim të masakrum. Falu shtrejt shlirimtarët Kosovës, sot jemi gjallë. Dhe me iniciativën dhe me organizimin dhe komandimin e atij aksioni të komandant Lulit, arritëm që t'i shpëtojmë qytetarët, t'i hekum nga rrethimi i forcave serbe dhe mos ketë pasojë asnjë qytetar. Se cili prej bashkëluftetarëve të tij që ka pasur rastin të takojë Lulzim Morinën, qofte edhe vetëm një herë, për të ka pasur respekt të veçantë, sepse ai i nderonte dhe i respektonte të gjithë në shkallën më të lartë. Luli ishte gazmor e optimist, edhe në çastet më të vështira të luftës. Këtë optimizëm e mbillte edhe te bashkëluftetarët edhe atëherë kur luftohej për jetë vdekje, e nuk dihej çdo të sillte e nesërmja. Lulzim Morina ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh, sidomos në zonën e Duazhinit, po në ndër ofenzivat që mohat men. Në 99 ka qenë prilli 99, ku shumë forca ushtarake, policore serbe që mësyn zonën tonë dhe arrin ata të futën edhe një Jabllaniz. Pas një kthimi ose riorganizimi të shpejt të ushtarëve tonë, Lulzim Morina merr përsipër që ta bllokojë krahun e majt ose të futën në lugën e Baronit, ku mendimin e tina dhe ndimin e tjerëve për rreth, kem arriti majmë për 2-3 javë të izolum forcat serbe në Jabllaniz. Kjo është mase e njoftën që vetë Gjemishia në atë kohë dhe përmenë dhe thotë që qyteti i parë në Kosovë, ai se ka di që fshat, po qyteti i parë që lirohet nga forcat e UÇK-s. A ditë jemi konë bashkë, jemi konë në kodra ku i biki ka pika e Shqiponjes, me Lulin jemi konë, edhe ka bu një lojë jashtëzakonisht të madhe me ato radiolidhet që i kemi pas me komunikim. Ai ka fut në frekuencat forcave të Serbisë, u ka dhonë edhe adresën ku duhet me u godit me ato raketat e mëdha që janë po Luli ja ka gabu atyne, ka lyp përforcem, ka lyp u granatu pjesa, në fakt e kanë bombardu pjesën e vet. Ky kujtimi asaj dite kur edhe jemi bë bashkë edhe me përshtypjen se unë edhe Luli po shkojmë më shpejt, po futem në Jabllanic. E krejtisht me për punë të Lahis, na po shkojmë para Lahis, kur shku me kish pandu qaj Lahia, se i shkon hi për para neve, kish dhe i zjamin. Atë ditë kem hyrë në fshatin Shqipon dhe o morë një sasi e konsideruar